Në 17 vitet e fundit pronaret e diskotekave, kabareve dhe hotelierive kanë dëshmuar përmes noterit me përgjegjësi morale dhe penale që objektet e tyre i përmbushin kushtet minimale teknike për zhvillimin e veprimtarisë. Ndryshimet ligjore në vitin 2008 kanë hequr përgjegjësinë Inspektoratit të Tregut që të del në terren për të verifikuar kushtet në objektet hotelierike, diskoteka dhe kabaret. Me këtë kanë abuzuar sipas ministrit aktual Besar Durmishi, i cili ka inicuar ndryshimet në ligjin për veprimtari të këtyre kategorive. Tek ky nen në cilin duhet që të aplikohet për përmbushjen e kushteve minimale teknike, në vitin 2008, me atë sa jam informuar, është bërë ndryshim i ligjit për të arritur që të ketë një klimë biznesi më e përshtatshme dhe të arrijnë palët sa më shpejt në dokumentacionin e duhur, por si shihet është keq përdorur. Para vitit 2008, para se të sillet ky ligj në fuqi, është dashur që Inspektorati Shtetëror i Tregut të del në terren, të verifikon dhe të sjellë një akt vendim, cilin vendim e dorëzon në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës dhe në atë dokument të bazuar më pastaj Ministria e Ekonomisë lëshon licencën. Ndërkushte tjera janë që Këshilli Komunal të përcaktoj tarifat e pagesës ku 50% shkojnë në buxhetin e komunës dhe 50% shkojnë në buxhetin e shtetit. Ndërsa për çështjet e sigurisë së njerëzve dhe trafikut, merret një vërtetim nga sektori për punë të brendshme të policisë lokale. Ministri Durmishi tha se resori i ekonomisë firmos licenca në bazë të dokumenteve që i sjellin organet relevante nga terreni dhe sipas tij nuk kanë përgjegjësi për abuzimet eventuale të bëra në autoritete tjera që udhëheqin procedurat. Kupno 116 vëreni nadzori vërsos na Zakon za ugostiteljstva denost, kada što se napravljeni 116 vëreni nadzori, od tije rješenja za privremene zabrana kaj 10 pravnih subjekti, kafići klubovi po Zakonu za ugostiteljska dejnost, utvrđeno je дека 15 pravnih subjekti od 23 koji imат aktivna licenca не изпълнуват минимални технички услови. Тоа што го кажав на говорот дека кога е сменат законот, странката под морална кривична одговорност сам ги изпълнува тие податоци. Me ndryshimet ligjore për veprimtari hotelierike, kabare dhe klubet e natës, të cilat i paralajmëroi Durmishi, para se të merret licenca nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës, Inspektorati Shtetëror i Tregut duhet patjetër të delë në terren së bashku me inspektorët komunal nga komisioni i formuar lokal për të verifikuar kushtet minimale teknike. Kushtet që duhet të plotësohen ndër të cilat janë edhe dalja emergjente në rast të fatkeqësive, shkallët e pasme nëse objekti është mbi 22 metra i lartë, hidrant në çdo kat dhe aparate për shuarje të zjarrit nga 1 për çdo 50 metër katror. Parkingjet e mbyllura që janë më shumë se 30 vetura duhet të kenë sistem automatik të spërkatjes me ujë nga lart.